Në kushtet e rritjes së çmimeve të karburanteve në tregjet ndërkombëtare, Partia Demokratike e Shqipërisë ka propozuar një mekanizëm të ri fiskal që synon të zbusë ndikimin mbi qytetarët dhe ekonominë. Bëhet fjalë për vendosjen e një akcize të ndryshueshme të naftës dhe benzinës, e cila do të përshtatet në varësi të llohatjeve të çmimit në treg. Sipas propozimit, e gjithë TVSH-ja gjenerohet nga rritja e çmimit të karburanteve që do të përdoret për të ulur automatikisht nivelin e akcizës së naftës. Demokratët argumentojnë se nëse kjo skemë do të ishte në fuqi, çmimi i naftës nuk do të kalonte kufirin e 180 lekëve për litër, duke amortizuar goditjen për konsumatorët. Përveç një shkrese zyrtare firmosur nga 36 deputet, i është kërkuar kryetarit të kuvendit Niko Peleshi që projekt ligji të shqyrtohet në procedurë të përshpejtuar dhe të përfshihet në seancën plenare të 16 prillit. Sipas opozitës, kjo është një masë emergjente për të shmangur pasojat ekonomike që përëndojnë mbi qytetarët. Në argumentin e tyre, demokratët theksojnë se Shqipëria rënditet ndër vendet me çmimet më të larta të karburanteve në Europë, kryesisht për shkak të barrës së lartë fiskale. Sipas tyre, taksa e qarkullimit dhe përfshirja e saj në bazën e TVSH-s e rrisi ndjeshëm çmimin final për konsumatorët. Në këtë kuadër, është propozuar projekt ligji për mekanizmin e reagimit ndaj krizave të furnizimit dhe çmimeve të lëndëve djegëse, i cili synon të garantojë sigurinë e furnizimit, stabilitetit të çmimeve dhe mbrojtjes së konsumatorëve, në një kohë kur zhvillimet ndërkombëtare përfshin tensionet në ngushticën e Hormuzit dhe që ndikojnë drejt për drejt në tregjet e energjisë.